Ministri i Ekonomisë gjatë vitit 2005, Genc Ruli, u pyet në gjykatën e posaçme për procesin Partizani. Ai sqaroi se ministria e drejtuar prej tij ka patur rol në supervizimin e procesit privatizues, ndërsa kthimin e pronave të pronari, Ruli e konsideroi një domosdoshmëri dhe përmbushje të programit elektoral me të cilin Partia Demokratike erdhi në pushtet. Ne si politikanë i bindemi programit qeveritar. Partia Demokratike kishte marrë detyrimin që gjatë proceseve të privatizimit do të shikoheshin ngushtësisht interesat e pronarëve, të cilat ishin zënë nga prona shtetërore apo nga palë të tjera. Në tetor të vitit 2005 u kam bërë një letër ministrive që të na sjellin një inventar të pronave që kemi si shtet, dhe po ashtu edhe letra nëse kanë pasur interes nga pronarët për t'i marrë ato prona. Mediu ka qenë ndër të parët që është përgjigjur për sa u përket pronave që ishin jashtë planit të përhapjes. Si dëshmitari i akuzës, Ruli tregoi se i kishte thënë pronarit të klubit Partizani Albert Xhanit që ishte në dieni të procedurës mes tij dhe qeverisë më parshme, por kjo do të shkonte në favor të ish pronarëve. Ministria më shumë jepte sinjal politik dhe ishte program qeveritar. Në çdo rast, propozimi vinte nga ministria që e kishte në varësi, por nuk ka detyrë të nxjisë. Gjatë viteve, klubi që e shkatërruar, denigruar, prandaj u përshpejtua procedura në mënyrën që ta shpëtonim sa më shumë. Historia më ka dhënë të jem ministër që në vitin 1991, shteti kishte trashëguar gjithë pronën publike, duheshin vite t'u ktheheshin pronarëve, të përndjekurit kërkonin dëmshpërblime. Të bashkëpandehur në proces janë ish kryeministri Sali Berisha dhe ndërtia Marber Maltezi, që sipas pak është përfituesi nga privatizimi i ish kompleksit sportiv Partizani, Fatmir Bektashi që ndërtoi 17 pallate mbi këto troje në Teriandja Pustina dhe shoqëritë Home Plan dhe Kontakt. Seanca e radhës do të mbahet në 22 qershor.